Mirë mbrëma miqtë Sojli Sol. Ja, erdhi e premte dhe jam I sigur që juve përsëri jeni duke shkuar për weekendet tuaja, por ka dhe nga ata që janë duke zgjidhur problemet e tyre, hallet e tyre, ndaj përshëndesim të gjithë ata që po shkojnë me pushime dhe të gjithë ata që janë nëpër makina për momentin duke zgjidhur hallet të tjera të pafundme që shoqërojnë shqiptarin në çdo ditë të jetës tij. Veçanërisht edhe ata që na ndjekin nga spitalet të sëmurët, të cilët I urojmë shërim të shpejtë. Ndaj jemi këtu që t'i falim buzëqeshje. Si fillim, po I them që ky podcast mundësohet sigurisht nga sponsori në general. Arangjata, Ujë Spring dhe ujë mrekullueshëm Glina. Sot do ta çel këtë podcast me një lajm as pak të mirë. Na ka ndodhur një fatkeqësi, I ftuari që kishim për sot përpara 10 minutave sapo lajmëroi që nuk mund të vijë. Dhe ishte pikërisht doktor, profesor I shkencave ekonomike me origjinë turke nga Stambolli, doktor Hayvan Qeraxhi. Kështu që me keqardhje desha t'ju them që emisionin e hapa pikërisht për të nderuar sponsorët tanë, pra arangjatën Ujin Glina dhe Ujin Spring, sigurisht dhe ju të nderuar dëgjues, ju miq të cilët na ndiqni gjithmonë dhe jeni kaq besnik dhe keni filluar të shtoheni në numër. Më vjen shumë keq, jo vetëm për juve, sigurisht, por edhe për stafin, për ta 46 njerëz me në krye Artenin që punojnë për këtë podcast. Desha edhe në emrin tuaj të nderuar dëgjues, edhe në emrin e stafit ton, apo jo Arten, që t'i them 2 fjalë doktorit turk Hayvan Qeraxhi. Ti tregove edukatën tënde. Në fund të fundit neve nuk na bëre gjë. Por ama nëpërmjet teje dëshiroj të lajmëroj të gjithë të ftuarit e tjerë që kanë konfirmuar pjesëmarrjen në këtë podcast në vazhdim, që përpara se të mendojnë të mos vinë dhe të mos vinë pjesë e emisionit, le të mendojnë se 46 njerëz mbeten pa paguar. Sepse Arteni, që është I 47, I ka marrë lekët para dhënie, nga që është pak më I zgjuar se ne të tjerët. Megjithatë, dëshiroj t'ju kërkoj ndjes dhe që të themi, mund të themi që ky emision u mundësua nga arangjata Ujë Spring dhe Ujë Glina. Të lutem, Kuli, të lutem Kuli, largohi qik se jam live. Ore, jam live, po them, nuk ka shumë. Ore, nuk është për ty. Tashi, ky podcast nuk është për njerëz serioz, tashi, mos më mërzit kot. O Arten. Live na çmenën. Na vdiqet me këtë live. Po mos e që e live, qa do me thonë? Si që du me thonë? Du me thonë që largohen se nuk është podcast për ty tash I ky, nuk është për ty, nuk nemi është për njerëz serioz. Ma e të veton se ta shtremojnë Lamarino, more vetëm ajo. Se që duke mundi karagjoze, a? Po jo, o Kuli, të lutem tash. Qa si e kam serios du me të meke? Po jo, serios po je për punën tate, më burr, je me rregullu maqina, nuk je për podcast tu tash të Medjave. Jemi e kam në kuptimin mediatik. Ti nuk dishe që ishte marshi me lele. Tregoti mu, ba se që nafta do I lecunat pa punti, s'ka ardi ftumi, se e boj unë, s'ka problem. E boj unë, malla, s'ka problemi ka. Po si e boke ti tash, ti nuk I përgjigjesh do të tash I pyetjeve. 27 vetur, qive, a tjeti ka arga Shijaku, a tjeti ka arga Dursi, ky ka kavaj. Po e di ma. Ky ka kavaja, malla. Po pra. Po, ky tjetri nga Malakastra, më da. Po atë po them. Malakastra s'keni radio daje që vini punoni në Tiranë. Po me ma qa punët prishi ty tash se s'ka radio në Malakastër tash, kot.
të lutem tash, ç'a do bisedojmë ne tash? Kjo nuk është bisedë për ty. Nëse për ballon do ç'a them unë ulu, ku dëgjon? Ulu, ja ku e ke. O Marten, ç'a Kjo bën? se dilja t'ulem une? Ty ulu, se dilja, nuk është se dilja ajo. Ajo është Formula 1 qafshat gjithë. po, mirë, Formula 1, shumë mirë. Shumë mirë. Ç'a do flasim ne të dy më shpirto? Si që të flasim në ty, që du shti me ja, se me që duket vetja ty, që ti ma shumë se muti, ha? Ha? O me, Po nuk bëhet më shpirto po të. si su boga, do bëhet që s'bon dagu, baroja e Mani, këmë. nuk e kam aty më. Hajde, mos I le qunat pa punë tu, gjinov ka nërë punë, ti ikin pa pague. Po ç'a do flasim? Ç'a mund? Unë jam doktor Kuli Blackbird më jau, a e kuptati ja më ja? E që I më folti me një, qatë du shti foli, ojer, foltit një gjojën, ojer. Okej, dakor. Do jesh, atëre Arten gati, gjirojmë. Okej, jemi live. Mirë mbrëma të nderuar miq të Sojli Sol. Sot këtu në podcastin ton kemi të ftuar një nga mjeshtrat më të mëdhej të rregullimit të makinave, një nga mekanikët më të famshëm shqiptar, por edhe më gjerë, I cili njihet në mbar diasporën, sepse të gjithë kur vinë tek ai përplasen. Si fillim, ky emision mundsohet nga Aranjata, Uji Spring dhe Uji Glina. Atëherë sot për ju kam këtu Kulin e Zogut Zi, siç njihet ndryshe. Kuli më mbrëma, mirë se erdhe dhe faleminderit shumë që pranove të jesh në këtë podcast me ne, sepse neve marrim gjithmonë njerëz të thjesht, njerëz të punës, njerëz të profesionit, dhe më kot është ajo shpreha, pun ka po s'ka profesionist. Në rastin ton është që ka profesionist, por nuk ka punë. Dhe unë vlerësoj shumë prezencën tënde këtu, sepse me prezencën tënde në këtë tavolinë që ne do të diskutojmë sot gjëra shumë të rëndësishme, bëre që të gjithë stafi I Sojli Sol të kthehet në shtëpi me pagesë të plot. Faleminderit. Le të kalojmë ke një pyetje kështu, pyetja parë, po themi. Jo pyetje, po më mirë ta bëjmë si bisedë. Ç'a mendimi ke për realitetin shqiptar sot, Kuli? Po mirë valla. Shqiptari o si moca lale, ka 7 shpirtra, e ke parasysh që Shqipnia është, me thonë drejtën, I gjose kam kuptu këto situata reale. Kur vinë këto më valla, shqiptarët që jetojnë jashtë, ne, e kuptati. Gjoja parë që kërkojnë dagu, kërkojnë Shnep. Po pi qiku. Shqipëria reale është për secilin I saj dagu. Si tjetë për secilin, e kuptati, si gjithë boda dhe mund. Ajo që më intereson mu jam edhe me rrugët. Kur janë rrugët e prishme, ne generikët bëjmë pallë, bëjmë qef. Ima këto kode funit kanë fillu me na luftu dagu, po na luftu mirë qeveria me taksa nga jonë. Po dhe këto të rrugëve më dha nuk rrinë rehat, me sa bëhet I grop, ikin e mushin me vrap me lale. Rrugët duhet jenë po si ta mushin ma buj dhe, po ne generikët ku do ajme. Po janë që to servise më Tiranë, masa ne, okej për tjera dagu, po për car service, Kuli. Nuk mund ta imagjinosh me lesh pa pune, kupto? Se Kush po t'je no, babuve? ato grobat që janë aty rredhe për qark nesh, mos I mëlla bori dhe. Mos I ose mor vesh ma dha. Këto bojnë rrugë, thonë u vodhen lek. Ose mor vesh dhe I shtrojnë dhe I vjedhin. Po mos e shtro ma dha, futi, mos hargjo benzin kot ma dha, futi lekën në qep direkt, na e punë edhe ne generikve, a kupto? Ashtu është, e drejtë është. Po, sepse duke qenë rrugët e prishme, pra shikon çfarë filozofie ke ti një. Më vjen shumë keq. Ti thua të jenë rrugët e prishura,
E kupton, le të marrin të bëjnë atje që të duan, edhe vetëm ti të kesh punë. Se me rrugë të prishen makinat, me shiku që ka meni aty më mu. Po nuk e di unë çfarë filozofia është kjo, megjithatë e kupton, është një mendim i joti, domethënë i cili përfaqëson besoj të gjithë gjenerikët, të gjithë serviset që janë nëpër Tiranë, po pra ne smarojnë serviset tu. Sepse ju keni këtë mentalitet. Dgjom. A kështu dagu. Shqipëria reale thu. Reale më burr. Shqipëria reale thu, reale, që reale. Reale është vetëm plaga ime këtu dagu. Që kur kthehem shtëpi me zonë pret. Ose kur shkoj në herë mas orës 12 s'ma hap dhe. Nuk janë reale me fjalë, vetëm mandat është reale, Ja çudirat mloja këtu në Shqipëri. E kupton. Vin shqiptarët nga fundi i botës, gjoja parë, në vend me shku me taku plakën e vet, vin kërkojnë rent card. Makina me qera, e kuptot. A thuti se jom shefi ministri transporteve. E që ti bosh, i them, po ik ma la, duroj qik ma bur, ik ta ko plakën njërë, ta ko ato njerëz dhe tu ma bur, direkt e ke maqina ma la. Që do bosh me Shqipnia ka që është me në kom ma la iket. Në kom. Po kur je me valigje si jam. Po te melat pa pam, që bëhet ju me dagu. Kom lon hapat e maqinën tjetër tash, ade ik deri ke shalvarja. Po shalvarja, po në kom, ik në kom, ja ku je në kom. Mirë. Po shiko se the për mamin, për plakën. Domethënë ti jeton vetëm me plakën. Domethënë me mamin, të lutem, i thuaj mami, mos i thuaj plaka, se unë e kuptoj që është në të gjuhën dialektin tiranës, po për të gjitha zonjat e moshës së tretë, nuk është mirë që ti thuash plaka. Unë mendoj që duhet ti thuash mami, e kupton, ose mami, nëna, domethënë. Ti me nënën jeton vetëm, nuk je martuar. Ç'a mendimi ke? Pse si je martuar? Dago, tu ke kap keq me thonë drejtë. Apo të pëlqen beqaria? Duket që më njeh mirë. Tash, Jo, me thonë drejtën, po them për derisa beqaria. Nuk ose më pëlqen me dagu, po. pëlqen beqaria, mos e. E kom do, për desa kom plaka në shpi, më gatu, më blam, shpla, që më duhet, si thonë azaj, që ma zhe nuk ose gjejnë e në i femën dagu që të ma respektoj plakën me gjithë të brezi, gjithë të bradereja që janë me të që dunë me u martu me këto së të dunë as me non, as me baba, as me njima. Po si da le plakën, si thuti. Ti vetë. Qa do kishe bo në vend ti? Qa do kishe bo në inventat? Të shi, inventat unë sigurisht do isha martu. Do kisha gjetë një vajzë që ja kalon mirë me maman time, që qatë keqe ka, e kupton, ku e di ti a priori? Qa thoti? A zene se e beqari, qa da Po, bësh? ja për këte do bëja. Me shef. Ka mjët kolla. O menoj jërë ti, për shemë, po ti ishi ti beqare, e ne gjeshe nga njonë që sta do plaka, qa da bësh? Që da mashe, grona plakën do mashe. Po, për shemë, unë do t'a gjeja një rrugë, po ja le të pysim Artenin. Arten, ti për shembull këtë do zgjidhje? Ai do zgjidhë mami. E shef me Ferni, dagu. Ferni nuk a shumë. Nuk ose më pëlqej beqaria, ma se o shiko me dagu, që... Qa? Me qenë beqarë ose me pas makinë me tek derë, dagu. Je gjithë ma veti ty, ose tek pull, që doj qevi, s'ke nevoj me am, jo bagajë, jo derne mrapa, jo ngarko karroca, jo ngarko karsite, jo këto gjonat e tjera, je vetëm alla, tek derë, tu tek e hap derën, tu tek e mëllë ma alla, dhe i thu, lali qao, e kupton, kurse e këshu me u martu, e kupton se po të martohem, e në me ma dash plakën e jo, duhet me pas maqine me 12 dagu. Pse kështu? Se filloti e merë nusën e kupto. Po. Kur i thuti do morne plakën me vete, thot ajo, po plaku me plakën time. E kupto. Masa ne fillo shkote plaka ajo, i thot plaka, unë zvi pa nusën e qunit qatë thuti. E në fillo plas shërri ke shpia, duhet me morë gjithë fisën e grus, e në vetëm plakën time.
Mo mi smartojnë fare dagu se sa të rriti hyk ty në halëve, e kupto, se nuk është se fitona i gjo, e kupto. Me mori gru është me pagu më shumë. Apo so kështu, si thu ti. E kalojmë të. E kalojmë thot Arteni. E kalojmë as ta ma këtu. E kalojmë të pyti. Sta ma su ma triqe këtu, ha? T'la benzina këtu, ha? Po jo, ma nuk është puna. Tashi, shiko, ne mua bet po bëjmë më burë podcastësh, edhe unë kam mendimin tim, ti ke mendimin tatë, edhe ja përplasim mendimin, të është dhe Arteni shqyqyr, që na jep në imeni, apo jo Arten? Tashi, ble kalëm ke le ta postojmë bisedën diku që të ketë më shumë interes për mendimin tënd si profesionist për shembull. Si mendon se po qeveriset Shqipëria? Apo qeveriset mirë Shqipëria? Të shi që të them mon madha. Fol pra se vetë deshe me qenë këtu. Fol. Qa thuti madha, qa na fude me një me më bërë. O lara, ne tha me dagu do flasim për gjitha, po. Ta që qa na fut shumë që si me noti për qeverisë Shqipnia u. Po kështu është, ky është podcasti, për këto do flasim, gjëra që janë të forta, jo... pra, ja me jo, unë fol me jo si qeveriset Shqipnia, qeveriset si qeveriset Shpia dagu, si Shpia, e qeveris, ke Shpia ime për shemull, bo ligjin plak. Pavarësi se unë punoj ngort në punë, e kupto, qas boj. Po. Pra plaga e bo ligjin. Ajo na qeveris, e kupto. Po. Kështu që shumë mirë. Servizin e qeverisve. Po ja, na thuj që kësi e qeveris servizin ti për shembull. Se to ja. E bukur kjo, më pëlqen kjo ideja jote, domethënë si qeveriset familja, ashtu qeveriset dhe qeveria, interesante. To dashi, shumë mirë. Servisi qeveriset për shembull, fillon dita, e kupton? Po. Vinë ato qerrat e vegjë që vinë punë. Kom ja 3 qerra unë, kom dhe gjigjet. 3 qerra edhe gjigje. E ne i them, ti do bosh këtë maqinën, ti do pastrosh servisin, kurse ti tjetri do bosh roje. Pse roje, apo ikin njerëz? Kom e ne gjigje masane që menagjo e kom to rredhe për qarke mush ambienti me goshda, me bullona, me gjona, që duke që është servis që ka pur shumë. Edhe shdo makin që kalo aty masane, i njec në i gjote të ajo, se unë kom men me fut në edhe gomat, e kupton. Do më thonë gjigja Milka goshda rredhe për qarke të qajnë gomat, edhe njerëzit ndalojnë aty se ti do me fut edhe gomisteri, do më thonë me bo dhe servis goma, interesant. Udem të shi, jetu fol me kulin, e vëlldo. Po. I'm a car doctor, sir. Car doctor, yes, doktor makinash. Më pëlqen se si e trajton makinën, si... Do më thonë, këshu fillot të ushtu, mua bete, mi po qenë, klientët, e vëlldo, jonë më regull dagu. S'kom probleme, nuk protestojnë. Kurse me qeverino nëshe puna, se popli nuk o klient, a kupto? Po mirë. Pavarësisht se qeveria mund ta konsideroj si klient. Do më thonë qeveria është servisi nga të rast, e kupton dhe popli është klienti që... E di që i kera kohës. Dagu, këtë karrigën e vajisni njëve në jera, po... Po të shi e vajisni, po të shi qatë bëndë... Se u qatë u dhonë shpirt më dha, vetëm mek ja bo. A në gjo dja, po mbojnë veshët më. Jo, unë e dëgjoj karrigën, po nga që na është mësuar, se ajo karrigën gjithmonë ka pas probleme, po... Na regullot ti pra par... Ja, masanemo, pritë se... E kuptot, të zgaflohet mirë jere, e kuptoti që mos i fusim durët 2 herë. Aha, do me dhënë, edhe makina që i boti, i lejt shkatarrojnë fare herë që mos ta prekësh 2 herë, do me. Kjo është, po mirë. Shumë mirë. Më pëlqeu ideja, është e vërten qa krasimi. Kuli thotë si qeveriset servisi, qeveriset dhe qeveria, e kuptoj? Ej, miq, kemi njishin e makinave sot këtu. Shiko, Kuli, do të poj një pyetje tash shumë intriguse. A mendon që teknologjia dhe inteligjenca, robotët,
do ta zhdukin profesionin e gjenerikut një herë për gjithmonë nga sipërfaqja e tokës. A mendon që rrezikohet profesioni jo? A mendon që mas 10 vjetësh do ketë gjenerik mekanike ku dëgjon? A? Tash i dege lafi pa e mora vesh un rreziku, mas ne. Futi në teatron e jevi dhe herë dago. Okej. Tashi, po të them, a mendon ti që teknologjia, prodhimi makinave të reja, do më thënë evolimi i makinave dhe i teknologjisë robotike, do më thënë i robotve humanoid, do ta zëvendësojnë një herë për gjithmonë profesionin e mekanikut e gjenerikut. Pra tis në vendin tënd do jetë një robot i kuli për shembull. Dhe ti s'do kesh më punë. E mendon, a ndjehesh i rrezikuar nga Që kjo gjë? robotash me, që të bëjnë robotat me mua? E jem të rezitje. Po ku ka robot që po maqine shqiptarit me tak? A jem të rezitje apo si jem të rezime? Po ku ble maqin të re shqiptarit me tak? Pse? Pse Po të makinat? përdor me dagu, Pse? po që e përdor me nga këto kështu të rejat, nuk ka të përdor me, e kupto, këto të rejat po të lana i gjo, i ku dhe ke plenat makinën dagu, s'bohat më maqina. Ka robot që ta di teknologjin të vija i tjetri me Benz, e kupton, 2400 të shekullit i ke pirdo. E që do i bësh ti dagu? Që do i bëj roboti? Atë se njef roboti për maqin fare. Roboti ma shumë e qopë skrapat e dagu. Ku ka robot ta zëvendësoj kulin e zogut si hem të rezitja. Jo, s'ka, me këtë meni që keti. Ke mu, gjithmonë ka bërtarë, sepse kuptoj se ti makinat merresh ke mu, bojnë edhe me- treja. E kupto që do me thonë treja apo jo? E mora vesh treja, po të shi Sepse jam makinat. doktor dagu. E mora Mos vesh se më na. shifti mu kështu se jo me roba pune. E se ne doktori kur hy me bo operacion, e kupto, dhe gjithë gjagani, shu e ne unë. Ashtu është. Do më Ah, thënë, e kuptoj, ti je po, doktor po. makinës, po ti je me graso. Robi i Doktori pacienti është me ka gjak gjak, kur bën operacionin, ti je me Generiku ka graso. gras. Interesant, ke. shumë mirë dhe je një. Po. A kupto? Po. Do me thonë, kuella shumë të shi, ke? Quelle pra te profesioni, a do të zëvendësoj roboti Po, ty apo ke jo? profesioni. Ja ta pysi mirë gjigjen. Ta pysi e gjigjen dagu se... Alo, C'è me culo, c'è buono me culo, o ku culo, jemi me dai, mon qui è biznesi, ku jemi? Qui è, Ku jemi se s'le maqin tiron pa im karrotë resma, valla. Ti si me qenë kushuri me gjithë policinë e shtetit, ma dagu. Po qaj ke bo këtyne të rrugoreve, malla, qaj i jep zdo mjes, ma con dagu. buon nome sono, E, con buon nome. ta themi gjagja gjëz, po e gjete ke 2 dobjo fernet me lidhë se këpuqës. Oje, Një, oje. pa, si ishte kjo A dagu? mendon që teknologjia dhe robotët do ta zhdukin profesionin e gjenerikut një herë për gjithmonë nga sipërfaqja. Qigje, e tokës? osh i robot Pa, e ne i kull. e nei culi e nei Kush thu roboti. ti fiton fun? Kuli apo roboti? Ti che po roboti fitome, se da fitosh time, c'è da fitosh time. Roboti, ha? C'è da fitosh time, ku je të luj time. Tu nejt me polica ke fillu me boj sjut me dagu. Ke fillu në C'è ti me culo, të shi me stonera, me carro tres punoj, nuk punoj me... Mirë. Ah, A, se të regulloj unë kur të vish ke servisi. Na fëlligje malla, se jemi të dalë në radje më bujë dhe. A shefti në radje, a shef më bujë dhe aty gjitha i kull. Ku te lobi radje më vlla, që thu, radje një qohet, o O kulo. radje malla, radio sol 89.0. Te theno, po ke zero, pse është pikjo, ku te që ke zero? Pik 0. Po pik 0 se këshu e kanë to. E kanë me këshu. Si e kanë ma? Me femra, me femëra, që e fem... Po Fëmre, dagu, kjo fëmë, apo femra është, apo është femra, si i o thonë, lapt kuli, ke femra. lujt me që jetu pime në i labe? S'ka lidhje Jetu me pime në femra. i labe? S'ka farë. Oke, gjigje. është 89.0 femra. Te theno, Femra, pikë zero femra, hajde, po pse s'fol me në kërë, pse s'fol me 89 femra, edhe njona që do në lenë rënë kjo është 0. Te theno, ue, te Poq. theno femra,
poç. 9.0, Po kjo pik 0. Roboti, thot Gjigja. Kurse Dagu thot, no, roboti. S'ka qaj bo roboti maqinës shqiptarve, se di qaj bë maqinës unë. Qa do i bësh makinë? Unë Dagu, unë e çmontoj komplet nga fillimi, unë i ndroj grupën e Timonit, e kupton. Unë i vej Timon Saureli, i vej Bencit, e kupton. Timon Saureli, Unë e mor fjatin Dagu, e vej katën e dytë forstradës e poj fjatin. E diti e Si kishe këtë të shi? Timon Saureli. Timon Saureli, ma dha, jo Timon Surreli. Saureli pra the. Po Surreli ka, atë Timon e Surreli s'kena ne ka lunë fare Dagu, nuk ka njëri që e lëvizat e. As një Timon fare, Saureli. fare, Po ja, në fare. thëmë për Timon e Saureli. Jo, me që hynë e te Po Surreli. që kështu theti be? E thash Saureli, se që ta fusni ju gazetarët, mas ne thot ai, jo, po që kishe me Surreli, se aq duk thot, na lojnë E direkt e sekond po. tash, se më the tash Direkt thot. U them Saureli, ai Po thot pra, se Surreli. më bone për ujë spring tash. Pa, Po qa thoti. Ti O, ke iku ky se ik furgoni për Mallakastër këti. Lale, miru pafshim. Miru pafshim. Miru shifshim. Po. A ka maqinë këtë Dagu? Po ka makinë pa e ka servis. Qa E thoti. ka të prishme. Gjino. E le makina Dhe herë t'ja të bëj gjithë të 27 veta sa eni këtu maqinat përvoj për gjona Mileni mu. Qura, e morët vesh. Arten, mos ma daj këte, ma e men këte dhe ta kujtoni gjithë. Të gjithë makinat të servis kuli. Të servis kuli, atje do t'jo rregulloj. E morë, me kapë. Ja ka që ishe, ky është lajmi me kuli. E këto dhe ja për. Qa thoti me Dago, po ku punoj Ore, da fuzësh menje që jom doktor, jom kar doktor. E morë vesh. Doktor E maqina. jetë të thonë, aq shumë sa E është të kupton. natalë në badhë këtë doktori. E kupton, bodhë më buri dhe. Thuje shqipë, doktor makinash, e kuptoj. Sigur ta E the. ke një Si. vetë vlerësim për Si, vetë qa. që qatë temun. Kar doktor, Po. thot më dhe. Që i thonë më dhe, ju. Merë vesh ti. E kuptoj. Qa kujtot ti më Qa dhe, tem? qa kujtot ti se qep. Po jo pra, se ato i dhënë ka doktor, jo është si e thotë. E vesh me këmis partija, qatë duket vetja me vërtet doktor ma i motë se mu tyje? Po mirë ma tashi, unë jam... O, Dago, pa ige Dago, pa strof, fshi gjoma, Dago, mos dil më rrugë që se do t'lejmë pasqyrat. Pa të regoti, si i thokan doktorit? Po pra, Doktor me i thonë? doktor pra, doktor. E, ke vonë cigarë mrapç cigarë, është ndryshe. Qa thodi, ma, na o që e menje, ma dha, na o që e menje, ma buri dhe. Po se ma më figme se kena respekt. Faleminderit pra. Nuk pije cigare në Po studio. pra, nuk pijet, po e kishe fut nga filtri, qatë temë. Pra ne majmë këshu. Po, e kishe vë mrapsh. Tash i bona mirë që ta thash. Tash a mendon që makinat elektrike po i sfidojnë makinat me karburant dhe pas disa kohësh nuk do ketë më makina me karburant. Po, Dago. Po, Dago, vërtet është kjo, ja. Mire, ke drejt, Dago, këtu ke kjo. Me thonë drejtën, na kabe qik mush tash i për momentin, e kupton. E pos na dhati aranjat, molla. Po ja më ku e ke E pos na aranjata. dhati aranjat, molla. Po E ja, kuptoti, ma, ku e ke, ma, gjitha çfarë- aranjata këtu. Po ja më ku e ke, ja ku e ke. S'na dhati aranjat, molla. Po merë më ha, pije qatë më, dush, hape ma, vete, bu. Hape vete, bu. E Qive? te glinën, kom qef. Ata Po, more? glinën, shumë mirë, Se po, mos ta patjetër. prish këte, qa është kjo? Kroskoti Jo, këtu. Jo, ma qa Dava kroskoti, te bu. glina. Glina, ja ta pim bashkë glinën. Edhe unë e kam qef. Pa qef gleska, glina, ja qoj plakës, gjithmonë. Në darget, pa, e pi këte plaka, Aha. e ne ja bo. Pi glina, Si mami, bo ja? kjo me Dago. Si ref kjo herë, këshu i bo kuli i frenat Ua, si frena. ka lezet në vla, kur pra ne o glina. E kupto, e pi plaka i me këte, i fut një tre e është këshu. jetë, ma. Është jetë glina. Lirohet ka stomaku, edhe ja fut i gjumit, edhe qohet në 6-5, kur e zgjo, zërnepja. Zenepe. Nuk e njohim Zenepen, po e përshëndesim Zenepen me që e zgjon mamen e
Kulit çdo mëngjes në orën 6. Glina me dago, glina me ku i mani menu këta. Si maj men? Kjo është direkt më bur, uj mineral më bur, e kuptoti apo ja. Pi minerale robi më dhe. Nuk ka kështu kot. Po ne nuk e kemi kot të sponsor tash, prandaj e kemi, sepse ne s'kemi sponsora kështu, uju. Ne kemi sponsora e kanë Allah kualitativ. Unë e kam bë kështu. E kam bë gjithmonë pile i them u Glinës, e kupton, po det ke servisi dagut na binca, e kupton. Ti kemi aty për bukuri, kur vje klienti, s'ka problem, ja fus ke çmimi unë Glinën, e kupton. Se s'po në kjo qa po kjo, 200 lek sa po kjo, e kuptoti? Lirë, është më mirë më lirë. Po, jep klientit një Glina ta pi aty e të prepsi, sa ti ndrosh, vaj, e kupton, klienti mjetë ndryshet. Po, ja pra një mundësi bashkëpunimi. Kështu qeverise Shqipnia, kështu servisi daku. E kupton, se m'pyte se e mora mashin me vonesi qita. Po, mi pra, e kalun këte tash, e kalun, e ta kam bo gjysore para pytjen. E kupton, shiko, tash prap nuk ju përgjigje pyetjes për makinat elektrike. Tash makinat elektrike apo makinat me karburant, për shembull, po të ishe për ty, se kur vin makinat elektrike, çfarë shërbimesh mund t'i bësh ti një makinë elektrike, që s'ka as karburant, as gjë, ose do fitojnë makinat elektrike? Dagu, varet me qa jep me ongër makinës me karburant. Makina elektrike s'do gjë farë, s'ka gjë. Makinës elektrike. S'ka gjë. Te kuli dagu, në qofë se ti do ndjegësh këshillat. Ti mendon që makinat me karburant janë më të mira se makinat elektrike. Keni këto, po. Kom dhe unë farmacin time, e kupto? E para dagu. Shi. E para dagu. Qo e radio e? Bateria mo e mirë në botë. Mo e mira, mo e lira. E në mo e bukra, shisa e bukur është. Ktheje. Krau tjetër, shisi ome si radio, shive. Wow. Shive dagu. Wow. E kuptoti apo ja, që do t'i gjohë më pastor me farmacima. Kastrol, Bateri Kastrol dagu. 3 vjet garanci me, 3 vjet, e që do me thonë 3 vjet garanci apo ja. Ama se pa që fut kota. 3 vjet me vërtet. Po s'ti jet njerima dhe gjithë me i vite dhe jare bi. E kupto? Që më prapa... Po që ato di me, po 3 vjet garanci nuk t'japin këto me që ndrojnë stomakun me, këto që bëjnë sigurime shëndetësore t'japin 3 vjet garanci, e kupto? 3 vjet garanci. Tu që mire bukur. Jo, mo, pja me 3 vjet garanci, vje skapteke, fare. Kjo gjoja nuk nes vetë makinën, kjo të nes në shpin, kjo nes dhe partin, kjo nes qatë të shti dagu. Kështu që varet qa i jep me ongër makinës me karburant edhe makinës elektrike. Okej, bateria, pra bateri për bateria në ato, edhe bateria Kastrol, po mirë, bateria Kastrol, shumë e një gjume, po që ka këtu, sa? Dhe baterinë e gjë vetëm ke kapa oil dagu. Kapa oil. E shefte? Po... Vetëm te puno kuli, vetëm e këto, se vetëm e këto s'prishet makina. Qa thudi? Pse vetëm e ato... Jo të 4 në Evropë dagu. Të 4 në Evropë. Të 4 në Evropë. E këto? 4, unë e di të 3 më kuli, unë e di 3. Po normale me dagu, po si me po nuk shkohet me blej gjitha nejma dhe kot në kot, e kupto apo jo? E di qa o qëve? Ne bëjmë, dhe më thonë, unë kom shku aty me blej i pal ferrota dagu, edhe kom dal me kamion prene, e kupto të apo jo? Ka që madhe është, ka lirë, po që a folë me dagu. Po kjo e po të qenë, qa më që një qesë. Po pse me vedem ju keni kanon që. Mos të nëzirë të shqip. Shef thuti me dagu, shef ti këte me. Kjo është dagu. Kjo është vaj. E kuptoti që vaj o kjo, dinoid dagu. E njofim. është technical sponsor i Lamborghini. Technical sponsor i Lamborghini dagu. Edhe me McLaren i të shita. E kuptoti apo jo? E në gjitha këto që e këtu në Tiranë, Durrës. Tu në Durrës, ha? Kom edhe këte mas ne që e kemi antifriz dagu për 6 vjetë. Sa, ma? E kupto, 6 vjetë garanci. Kjo bo 260.000 kilometra me këte. Ate antifrizën? E kupto, ti ta shi tim thuj mu.
Ta ka punë të maqina elektrike. Do me thënë ti punon vetëm me këto, sepse me tjerat s'ke garanci, ha? Një të prisht. Qa dhe i Do bësh? po u prish, Dhe ishtë morë shkinezin nga Kina të vi këtu të regulloj, vetëm bileta avionit I shko, po? I hale pare da. Qa dhe bësh makinës elektrike ti? Qa dhe bësh ma thuj? Kurse makinës ta mom, edhe makinës lamarin e vjetër tjetë, e kupto? Këto gjona ja majnë motorin, e kupto? Forever young, thot ai, e kupto? E kupto dit? Si me të zgju Dua Lipa në mjes me të puth me dagu, ashu të zgjon kastrolje, ashu e nes makinën. E ke pasysh I myllë syti o të knua jo, e kupto? Qa thua, energji, ha? Nes me tomël. Paf, qak mok me dagu. Qak mok me dha. E në ku? Këtu me dha, mes Shqipnis ma po. Ka pa oil, bra, qa do moti? The best, qa do moti, jo më thuj mu. Ta shi si mos punojun me këto. Më është janë më të mirët dhe më të lirët. Më të mirët dhe më të lirët. I di këto, e këmëton, I dim këto dhe ta kemi për ndersit, tush që e kemi këtu. E kemi këtu, shqiptar. Interesant. Tani unë kisha dhe I pyetje tjetër. Cila është lidhja jote me Gjigj Merimanën? Sepse unë kam përshtypjen që ky Gjigja është një person imagjinar. Sepse se kemi pa në njërë këtë Gjigjën. Asjerë. As kërkush nuk e ka pa Gjigj Merimanën. Kush da thati? Tashi, ma thuj. Po Gjigja s'ka kohë me dalë televizor me dagu. Gjigja është komplet invizibile, e kupta? Invizibile. Gjigja është... A e pe që e moram telefon. E pash, po s'ma amenja që është Gjigja. Pa dhe shi let, ma sa mojmë Gjigjen ta shi, se Gjigja pa leku është të ngarku na I maqin tjetër, e kupta? Se nuk është si e përshkrum, pa leku marrë me shok tjetër. I kanë myt Tironën me gjoba, I kanë myt. Se kanë përshtypjen që ti e Gjigja. E lem dhe ma bet në Gjigjës, ma se që ty ta them unë, e kupta? Ha, ma thuj. Po, kuli jom para dite, Gjigja jom mas dite dagu. Me karro trese, s'kom qap bëj. Po, kush ka spionu, kush ka thonë qafsht. Pra, këtu më ri, pra, e shef, pra. Hama Artena, tash që ky është Gjigja vetma. Që qa thot, ma para dite jom kuli mas dite Gjigja. Po, pra, nese shofim në jerë Gjigja ne, ma. Si që ka menjet, si që ka menjet. Po në media me qa media Qa thoti, ma. Për qa e... Po kush ka thonë të që Gjigja? Kush ma ka thonë s'ta them? A, mo të kete. Po nuk ta them. Do të bëj servis, maqine 5 vjetë falas, vetëm ma trego, kush ka mashtë? Kush më ka tradhtu, ma? Nuk ta tregoj, sepse ne ruajmë burimin e informacionit, më vje keq. Po ti e Gjigja, ti e kuli dhe Gjigja, se kuli është me mustajt. Dhe I ke eq mustajt. Wow. Ige këta. Dakor. Po të aranjatën të morën? Pa tjetër më merit gjitha merit dhe faleminderit që s'na le çunat pa punë. Bravo. Aty ka I gjepi ka unë guri dhe më pëlqen. E me kësë springu për shplarje, e këmëta se është... Springu nuk është vetëm shplarje. Springu të shplan organizmin. Meriti, një kastroli, po da të jamur e ke Allah, se është mëj miri, mëj liri. E këmëta, vojnë e ke shumë mirë. Unë pa t'jap ta për makinën. Faleminderit. Ti pa m'jap ta. Faleminderit, Kuli. Edhe ka una tjetër. Do më thush edhe kush ka thonë që Gjigji jo muna. Do ma thush edhe jo. Do ta them, basi të bindem që vërtet... A I morin legët të quna të shje? E morën punën? Faleminderit, Kuli. Faleminderit, Kapa Oil. Faleminderit, bateria Castrol. 3 vjet garanci, as një bateri tjetër. Faleminderit dhe sponsorit ton general. Aranjata, uj Spring dhe uj Glina. Mos harroni edhe Radio Soli 89.0 femra. Okej? Femra. Edhe në YouTube mos harroni Sol 89 edhe
Edhe ke Spotify, sol të thërnon, gjitha ne dagu, insta, pista, mista, me kile, me gjona. Dagu rëfsh dagu. Allah ja bëf zoti. Miq të dashur, shifemi të premten tjetër. Të gjitha ta që na ndoqën, të paraqiten javës tjetër të marrin pagesë. Faleminderit.